Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, sonte në 45 minuta do të flasim për Partinë Demokratike dhe klimën e krijuar mes saj dhe Partisë Socialiste, padyshim që zhvillimet e ditëve të fundit të nisur dhe nga bojkoti i Partisë Demokratike në kuvend kanë bërë që klima të mos jetë më e mira e mundshme. Sa do të ndikojë kjo klimë tek reforma në drejtësi dhe në raport me marrëdhëniet që Partia Demokratike ka me shumicën. Gjithashtu do të flasim edhe për riorganizimin e Partisë Demokratike, e cila përveç programit ekonomik që tashmë duket se ka gati për platformën që do të paraqes nesër shqiptarëve, ka bërë dhe riorganizimin e le të themi e qarqeve atyre që do të jenë përgjegjësit për 12 qarqet e ristrukturimit të Partisë Demokratike. Për të folur për gjitha këto zhvillime kemi të ftuar antarin e kryesisë e Partisë Demokratike zotin Genc Pollo, një nga deputetët e vjetër të kësaj partie. Zoti Pollo, mirë se erdhe në 45 minuta. Unë fakt e kisha programuar bisedën që dje për sa i përket zhvillimeve në Partinë Demokratike, por le ta nisim me zhvillimin e ditës që ka të bëjë me klimën mes jush dhe Partisë Socialiste. Pas 10 ditëshit të përjashtimit të zotit Berisha, ju ndërmorët hapin për ta bojkotuar parlamentin. Ndërkohë sot ka patur një padi nga socialistët, le ta quajmë një kundërsulm nga ana e socialistëve për të çuar zotin Berisha për ndjekje penale. Cili do të ishte reagimi juaj? Reagimi im i parë është që veprimet tilla të PS-s edhe nuk ja vlen aq të komentosh. I dyti që janë banalitete radhës, janë banalitete të radhës, pa ndonjë përmbajtje apo relevancë politike. E treta është një tentativë që të largosh vëmendjen nga problemet e mëdha që kanë kaplosur këtë qeveri. Nuk besoj që zoti Berisha do i kushtoj në i farë vëmendje padis që ka dorëzuar deputeti Goj Palari Edi Ramës. Është pothuajse një ritual kjo që bën që për çdo gjë për të tërhequr një mënyrë për të bërë konferencë shtypi, është shkosh prokurori, lë një vandak me letra që mund të jenë të bardha apo të zeza apo të shkruara të pashkruara, si di njëri se çfarë janë. Edhe pastaj Jo, unë po shoh nëse ka deri tani ndonjë reagim në Facebook nga zoti Berisha, prandaj po e kontrolloj, por deri tani nuk kam përshtypjen për këtë çështje. Gjithë debati i ngritur, tymnaja e ngritur nga PS-ja, me një qendër zoti Berisha vjen pasi ai denoncoi shullazin dhe ndërhyrjet shullazike në universitet, diçka e padëgjuar përpara. Dhe ky është problemi real. Dhe problemi real nuk është thjesht që një bandit tenton të zaptoj prona, biznese, parkingje, hotele, të ndërhyjë edhe në përcaktimin e titullarit të universitetit më të madh të vendit, për të përcaktuar njëri që rasisht ose jo rasisht është antar i Partisë Socialiste dhe i zgjedhur me siglën e Partisë Socialiste, por fakti që ky person me gjithë bandën e tij, me gjithë grupin e strukturuar kriminal, siç e quhen tani më prokuroria e shtetit, ka kontakte të ngushta me kupolën qeveritare, me ministrin e brendshëm më së shumti. Janë vërtetuara, zoti Pollo. Ja le të themi akuzat të Partisë Demokratike, por nuk është se deri tani drejtësia i ka vërtetuar. Unë njoh njerëz zyrtar. Para 6 ditësh e kam dëgjuar këtë që kam parë me sytë e tyre se si makina e ministrit parkohet pranë një kafeneje në Durrës dhe del shoferi personal i ministrit dhe nga pasagjeri në krah shoferit del Emiliano Shollasi. Kur ka ndodhur kjo histori? Ka ndodhur vit në shkuar. Dhe lidhjet midis të dyve janë të njohura, janë të dëshmuara, mendoj që janë dhe dokumentuara. Dhe ajo që do thoja unë është që kriminalitet ka kudo dhe ku qeveria përpiqet ta luftoj, ose është e pafuqishme ta luftoj. Por një perandëri e tillë me 100 theta, 100 çuna të armatosur ose jo për qark, të mobilizuar në skemat e Kolumbis, e Medellinit, kryeqytetit të drogës dhe të bosëve të drogës, Escobari ju kujton diçka patjetër. Këto nuk mund t'i bëjë njëri në Shqipërinë e vogël, po s'patin mbështetje politike nga lart fare. Dhe kjo lart fare është qeveria. Prandaj gjithë argumentimi ynë që Shullazi ka qenë protezhe dhe kryeministri dhe ministri i brendshëm kanë qenë protektor të këtij banditi që nga një cub lagje, që është zënë edhe me deputetë socialistë, spyet ai për ata, ai konsideron hiç se ka lidhjen me të madhen e tyre.
Po, madje vetëm në Partinë Socialiste disa herë viteve parë ju ka akuzuar se e keni Po ja përdorur ka ju. akuzuar, ka thënë që s'është me ne, ka thënë është me tjerë, ka thënë është me PD-n, ka thënë ne arrestuam ne, ka thënë që prokuroria s'bëri detyrën. Broçkullat e gjitha, po ti marrësh një nga një zbërthehen dhe bien me një herë. Sepse prokuroria, ajo pjesë e shëndosh e saj, nuk ishte besim te segmentet caktuara, nuk do të them policia shtetit, por te segmentet e emëruara këto 2-3 vitet e fundit, për shkak të dyshimit apo të besimit që informacioni rrithet te grupi strukturuar kriminal. Dhe operoi me kanale tjera për të mbledhur ato prova për të mundësuar arrestimin e tij. Dhe u bë shkëndi denoncimi i zotit Berisha, u bë shkëndi ndërhyrja e pamenduar taktikisht mirë nga ana e shullazistëve në garën e universitetit. Duhet ta kishin bërë ndoshta detyrën më parë prokurorët, por kur të mbron qeveria, një grup prokurorë sa do të fuqishëm të jenë, nuk mund të maten me gjithë establishmentin e mazhorancës. Zoti po, ju si shpjegoni që 2 profesorët e nderuar deri tani nuk e kanë përmendur faktin që pas këtij kërcënimi qëndron Shullazi ose njerëzit e tij? Është çështje nuk i di rrethanat konkrete, duhet kam folur me njërin prej tyre në telefon, dua të takoj edhe tjetrin për njohjet personale që kam. Ose ju keni pasur një marrëdhënie pune madje në kohë të caktuara me profesor Kule nga mbështypja. Me Kulen në atë zoti profesor Koni ka punuar në rektorat në atë kohë. Unë nuk mund të them çfarë kam parë, çfarë nuk kam parë dhe çfarë kam dëshmuar, se këto janë spekulime, këto janë informacione mediatike të paprovuara. Dhe do ishte e pamatur për mua të prononcohesha në detaj. Por unë shikoj fenomenin. Ju thoni ju që 2 profesorët nuk e kanë denoncuar me emër Emiliano Shullazin. A e kanë parë, se kanë parë, e kanë njohur, se kanë njohur. Këto janë detaje që unë nuk e di dhe ju nuk e di. Në prokurorinë e krimit të rënda dhe nuk kanë biznesmeni X nga më të mëdhenj thotë që jo, nuk më ka zhvatur mua, nuk më ka shantazhuar dhe ekstorsionuar, pra nuk ka zhvatur para. Ai juristi i biznesmenit që ju vu bombat e parkingu mbasi e thirrën me telefon, thotë jo, thotë ishte një marrëdhënie miqësore. E kështu me radhë. Të gjitha këto janë dëshmi të një problemi të madh, të terrorizimit të njerëzve nga një bandë super e fuqishme. Dhe banda super e fuqishme, grupi i strukturuar kriminal, është i fuqishëm jo se është vetvete i tillë, po se ka krahët e ngrohta, sepse ka mantellin rreth supeve, mantellin e pandëshkueshmërisë. Kjo e bën atë të fortë. Jo ekzistenca në vetvete, sepse ata i 100 çuna, 1000 çuna që ke një lloj mund t'i ikin nesër ashtu siç i ke sot. Ti referojmë pak procesit. Ju po thoni për këtë lidhje të ministrit Tahiri me këtë bandë. Por deri tani nuk ka asnjë veprim në këtë funksion nga prokuroria e krimit të rënda. Mendoni që si e gjykoni procesin, pra do ta arrijë sipas jush, meqense ka një lidhje prokuroria e krimit të rënda, ta vërtetoj këtë lidhje apo do të mbetemi në huazën e akuzave politike që shpesh janë mësuar? Ju si media lipset ta ndiqni me vëmendje çfarë bëhet me këtë proces hetimi. Opozita, Partia Demokratike patjetër që do ta ndjekë me shumë vëmendje çfarë bëhet me këtë proces hetimi. Të dhënat që kemi janë të tilla dhe janë rrjedhoj logjike asaj që njihet, për çka po flisnim pak parë, që ka një angazhim të madh nga qeveria që të heshtë dëshmitarët dhe që të intimidojë cilinddo që sjell një provë fajsuese. Për klient patronin e tyre, nuk di cilën nga 2 fjalët zgjedh, Shullazin, e bosin e madh të lagjes tek në Shëraku, parkoj autobusave, ish uzina e Enver, kështu me radhë. Ky është realiteti dhe është një realitet i frikshëm. Po edhe ndaj 2 profesorëve po tenton qeveria që ata të heshtin? Ka patur edhe më parë. Mund ta shoh këtë lidhje, mirë ndaj biznesmenëve mund ta kuptoj, por nga 2 profesorë që duhet të thënë nuk janë të afërt le të themi me qeverinë. Edhe aty është përpjekje që ata të heshtin? Nuk mendoj që kanë një dashuri të madhe për qeverinë. Por janë në një situatë terrori sepse nga një anë i kërcënon Shullazi, nga anën tjetër i kërcënon patroni politik i Shullazit, dhe prandaj unë po përpiqem të shpjegoj fenomenin, prandaj detyrohen të heshtin, të tërheqin pa ditë, edhe të mohojnë gjërat në mënyrë që thotë që është e kuptueshme, shne me lazëm se s'dihet nga më vjen nesër pas nesër gjëja. Ca janë në pushtet, ca tjerë kanë çunat rrugëve. Ky është problemi i madh, kjo është situata që ka gjeneruar që janë shumë pak njerëz që flasin. Dhe do ishte, mendoj unë, pa vetë lavdërime,
ose pa modestinë e nevojshme në këtë rast, do duhej bërë një përgëzim, një lavdërim shumë i madh për Partinë Demokratike, që vazhdimisht për Lulzim Bashkën që ka denoncuar personalisht është kërcënuar nga Shullazi, për zotin Berisha që vazhdimisht ja përmend emrin në parlament, dhe të gjithë tjerë, sepse media jo gjithmonë ka qenë në këtë shkallë kur ajo kam lexuar shkrime në portalet e ndryshme që tregojnë që miku im gazetar e përmendi emrin e Shullazit, mori një kërcënim dhe që atëherë nuk guxoi ta përmendë më në studio kur diskutohet për krimin e organizuar. Do shte e keni lexuar dhe ju ato. Pra është një problem i madh kur ajo qytetare, kur ajo politike për ta denoncuar me për 2-3 vjet zoti Polla. Pra po, atë ju ishit 8 vjet në pushtet, besoj që ata kanë patur aktivitet dhe gjatë këtij 8 vjeçari, por nuk kemi patur një goditje siç ju po pretendonin pra. Dhe jam futur në burg. Shiko, po kanë hyrë, kanë dalë disa herë. Dakor, pra se Shqipëria nuk e ka dënime vdekje, e ka hequr prej kohësh. Dhe banditëve, për t'i treguar vendin, i dënon për atë krim që është në gjendje shteti, prokuroria ta provoj. Pra, edhe në qoftë se humbet jetën një aksident, një bandit i caktuar, apo dënohet me burgim përjetshëm, prap do ketë elemente të tjerë që do tentojnë t'i zënë vendin në vakumin që ka krijuar. Por, askush nuk mund thotë që Shullazi si person, apo një tjetër i ngjashëm me Shullazin, ka mundur me proteksion qeveritar të krijojë një perandori krimi kaq të fuqishme dhe të zaptoj prona, biznese dhe gjëra të ngjashme kaq hapur se sa çka ndodhur këto 2-3 vjet. Kjo është gjëja. Dhe kjo është e rëndësishme ta theksoj. Zoti Polla, megjithatë, zoti Berisha u përjashtua nga parlamenti se duhet të shoh çfarë do të ndodhë në këndvështrimin tuaj edhe pas padisë së sotme të socialistëve. U përjashtua për terminologjinë e përdorur për çështjen e armëve, jo për Shullazin, paktën kështu është perceptimi në publik. Perceptimin e publikut t'ja lëm publikut. Nëse ai që përmendë çështjen e armëve, zoti Berisha e ka përmendur Shullazin me 10 herë, nuk është përjashtuar. Do gjente një sebeb tjetër Partia Socialiste për t'i dalë në mbrojtje e Shullazit, duke goditur denonciatorin e Shullazit që ishte atë fundjavë zoti Berisha për rastin e universitetit, se aty erdhi informacioni. Po mirë, t'ju pyes për reagimin tuaj. Është diçka normale që ju të ndërmerrnit këtë reagim për të lënë parlamentin 10 ditë? Pse ky lloj solidariteti kaq i madh? 2 javë më parë patëm dënimin e 2 figurave kryesore të partisë suaj në parlament, sekretarit përgjithshëm dhe nënkryetarit, por nuk e ndërmoret këtë lloj hapi. Çfarë ndodhi kësaj radhe? Unë kam folur edhe për dënimin që u bë Braçës edhe deputetëve të Partisë Demokratike dhe kam thënë deputet drejtues Partisë Demokratike dhe kam thënë që është e padrejtë. Domethënë, ka një zhvillim të vogël pozitiv që për herë të parë dënohet një deputet socialist. Përpara, edhe në rastin skandaloz kur Ndoka goditi Strazimirin, u dënua Strazimiri. Të paktën një gojkeq i Partisë Socialiste me një gjuhë të patolerueshme për kuvendin u dënua. Që mos i merret, mos i kapte syri keq, Ilir Meta me byron dënuan dhe 3. Disproporcionale. E pa bazuar 3 deputet të Partisë Socialiste, ndërta edhe kryetarin e grupit, sekretarin e përgjithshëm dhe deputetin tjetër. Nuk e bojkotuat atë rast. Megjithatë, kishte të bënte me një pretendim që u kacafytën. Ndoshta nuk u provua nga pamjet. Në rastin e zotit Berisha, nuk mund të themi që as ofendoi njëri me një gjuhë të padenjë si deputeti socialist që përmendëm, as nuk sulmoi njëri me dorë e me këmbë, se nuk e keni parë një tjetër, foli, kishte një propozim ti me cilin ju mund t'jeni. Më vjen mirë që ju i përkisni pjesë moderuar të Partisë Demokratike, kështu keni qenë ndër vite, nuk jeni nga ata që e kanë qef armën. Besoj ju ka vënë në siklet, zoti Berisha, mjaft me atë thirrje. Kam qef qitjen her pas here, jo shpesh, po e praktikoj. Po për armët, pastaj kemi këto pikpamje që kemi dhe preferojmë një vend ku policia dhe autoritetet të garantojnë rendin publik dhe sigurinë për qytetarët. Ky është vendi im ideal. Ju nuk jeni për një ligj për armët, le të themi, që ta sqarojmë, se zoti Basha e ka sqaruar, po do doja që meqense kam edhe një herë ligj për armët Shqipëria ka. Dhe ligji për armët i jep mundësi qytetarëve në kushte të caktuara, me rregulla dhe procedura të caktuara, që të kenë armë. Unë mund shkoj të bëj kërkesë për një armë dhe policia është e detyruar që për 15 ditë më japi një armë të vogël, nuk e ka bërë këtë.
Dikur në 97 kam patur edhe unë një pistolet që sa kam më e kam kthyer. E keni dorëzuar? E kam dorëzuar, po. Me ligjet që dolën, pastaj jo para domethënë nuk ka shumë kohë që e kam dorëzuar sepse në fundit. E qartë. Kështu do i bërë dhe kështu e bëra. Besoj nuk jeni kërcënuar, që nuk jeni kërcënuar se filozofia apo këndvështrimi i Berisha. Problemi është, shiko, zoti Berisha nuk është personalisht i kërcënuar. Edhe unë mendoj ose shpresoj. Edhe unë nuk kam kërcënuar. Edhe Basha mendoj që nuk është i kërcënuar. Pavarësisht se ndaj tij u bë kërcënimi Shullazi direkt përmes një zonje deputete. Dhe personat publik kanë një lloj mbrojtje, duke qenë të tillë, agresionin ndaj tyre është më problematik. Por biznesmeni A, qytetari B, sipërmarrësi 3, të gjithë këta që nga cilët mund të shtrydhesh diçka, këta janë persona që mund t'i shantazhosh rehat. Po këta mund të shantazhohen kur shikojnë që është dikush i fuqishëm që ka kratë ngrota. Atëherë mbyllin gojen edhe firmosin nëse paguajnë. Dhe ky është problemi i jashtëzakonshëm, se po të ishte edhe një bandit tjetër, dhe këta do rezistonin. Dhe këta do i thoshin, do ishin parë që denonconin në polici, prokurori, ndoshta edhe publikisht. Pse se kanë bërë se kemi një klim frike? Pse kemi klim frike? Se ky baron i krimit ka proteksionin lart qeveri. Është shumë e thjeshtë, unë e përsëris disa herë, po mendoj që nuk bëhemi mërzitshëm, sepse shumë nga njerëzit që e kanë psuar në kurizë, ose ata tjerët që kishin me dëgjuar, kur kanë parë dokumentat se si koka e grupit strukturuar kriminal ishte dhe avokat, dhe noter, dhe bankier, dhe përmbarues, të tërë janë gjetur. Dhe të tërë kanë menduar, dhe ata që se kanë patur problem, kanë menduar që nesër pas nesër i bie telefoni dhe atyre, i thonë duhet vish firmosësh te noteri një diçka. Çfarë diçka? E marrin në mend se çfarë. Gjithkush që ka diçka që mund t'i japi. Diçka me vlerë që mund t'ja marrin. Unë i kthehem asaj çfarë kam thënë. Dhe çështja e armëve, tani kjo çështja e armëve u bë legjendë, u fry jashtë mase. Zoti Berisha e ka sqaruar pozicionin e vet. Mendoj që është e panevojshme që ta bëj unë në vend të tij. Ai bëri edhe një shpjegim interesant në grupin parlament. Nuk i referohem qendrimit të Berisha, po qendrimit të Partisë Demokratike. Nuk besoj se do të ketë një nisë për armët, ligjin e armëve. Po jo, pra nuk ka, se është bërë qartë që nuk ka dhe mbaroi. Ka një praktikë amerikane, po jo thjesht të kesh armë dhe dalësh rrugë me armë, por që këtu ka edhe një traditë shqiptare ballkanike, që kur hajduti futet me dhunë, bëhet grabitës në shtëpinë tënde, dhe në rast se ka konfrontim dhe hajduti mbetet i vrarë, absolvohet, dhe më thënë faji nuk bie mbi zotin e shtëpisë. Gjyqi nuk e dënon atë. Po ndodhin rrugë të hapur është tjetër gjë, varet nga rrethanat. Po kur të futet tjetri me dhunë në shtëpi, e drejtë dhe e pson hajduti, e drejta anon nga i zoti i shtëpisë. E kemi edhe ne me rrethana lehtësuese nga mbështypje në raste të ngjashme. Po dëgjosh zotin Eranzi, rrethanat nuk janë aq lehtësuese, atë e grabitën me armë, ai s'kish armë të mbrojë, po të kishte vepruar me armë, ligji fatkeqësisht ose maliqi do vepronte mbi të. Ky është i problem i komplikuar dhe është apo jo zgjidhja të pajisësh me armë rezidentët, është i çështje që mund ta diskutojmë, po është relativisht akademike. Shqetësimi i zotit Berisha dhe propozimi i tij që dikujt mund t'i duket ekstrem, nuk ka të bëjë me propozimin vet si arsye në vetvete, por ka të bëjë me gjendjen tmerrsisht shqetësuese, alarmuese, në të cilët ndodhet siguria publike në vend. Dhe siguria publike nuk ndodhet se erdhën papritur banda dhe qeveria ka lënë gjitha punët e po i lufton ato. Erdhën si pasojë e një lidhje e cila kishte filluar para 1 prillit 2013. Po, këtë nuk ma tha zoti Pulla. A mendoni që prokuroria sipas jush do ta arrijë ta vërtetojë këtë lidhje? Sepse unë shpresoj që po. Dhe Partia Demokratike bën gjithë trysninë e nevojshme dhe gjithë aktivitetet e nevojshme që kjo gjë të bëhet e mundur. A e di unë nëse do e bëj prokuroria? Unë ju them që unë nuk e di, por unë përsëris që shpresoj që prokuroria, me që bëri një hap guximshëm dhe arrestoi Shullazin, që nuk e prisnin as kryeministri që të ndodhte, dhe as vetë Shullazi që të ndodhte, sepse edhe aty ku arrestuan ju mblodhen grupet e tij, dëgjova o përbëj edhe një rrezik. Pra, kishte një situatë faktikisht që ndodhi, të mbetemi fakteve. Dhe shpresoj që të vazhdojë dhe dokumentohen ato gjëra. Do ndodhi ky apo s'do ndodhi, le t'ja lëm kohës. Ju duhet jeni të interesuar, mendoj, dhe ta ndiqni dhe ta njoftoni ashtu siç është. Por ajo që po thoja pak përpara është lidhja shkak pasojë. Pra, për të ardhur në pushtet,
Edi Rama lëshoi çdo skrupull. U pajtua me Ilir Metën, cilit çfarë nuk i kishte thënë dhe nga i cili çfarë nuk ishte dëgjuar për vetën e vet, dhe e bëri mikë vëlla dhe aleat. Dhe pajtoi ata që i mbante afër, i vuri në lista deputetesh, i vuri kur mori pushtetin, i bëri drejtor të përgjithshëm, shefa, gjithandej i ka strahuar. Për banditët ish burgaxhin në parlament, po të flas përsëris atë që e ka mësuar i madh dhe i vogël. Ajo që i madh dhe i vogël di nga lagja, po jo nga gjithë Shqipëria, është që duzina ish burgaxhinsh janë emëruar në administratën publike dhe në kompanitë shtetërore nga viti 2013 e këtej. Dhe unë kryesoj një komision që kryesisht ka detyrë të zbuloj ligjshmërinë e këtyre emërimeve. Sepse ka një sket penale, ka një kërkesë ligjore, edhe po ju dro dhe e interpretove ligjin favorin tënd, prapë është pyetja. Pse duhet marrësh këtë ish burgaxhin që s'ka heq dorë nga krimi dhe ta bësh shef sektori? Patjetër, është një çështje morale më tepër. Siç ishte morale ligjore, siç ishte pyetja që ne vazhdimisht ja bënim kolegëve socialistë dhe ata ulnin kokën tërpëruar. Po pse duhet merrin ndokën, prengën, frokun, gjithë këta kur Partia Socialiste si parti e madhe që është, ka një inxhinier, ka një mësues, ka një doktor, ka një profesionist mirë, të cilët... Ja, zoti po, për ta bërë pak replikën në disi të këndshme, ju jeni politikani vjetër dhe dini më mirë se unë, po kam përshtypjen këtu zgjedhjet nuk fitohen nga alternativa, po i humbet partia në pushtet. Kështu që më tepër se sa kjo përpjekje titanike zotit Rama ka qenë, le të themi, titanike është fjale e papërshtatshme. Okej, një përpjekje e madhe siç ju përmendni me marrjen e këtyre elementeve, bashkimin me LSI-s, ishte më tepër as diabolike nuk mund një rishkitje e forte e qeverisë suaj, paktën kështu ka qenë në gjitha zgjedhjet, nuk i fiton alternativa, po i humbet qeveria me ato që bën. Kështu që besoj e ndani me mua këtë qëndrim. Pati ato arritje që pati, që s'janë vogla, pati edhe ato probleme që pati, dhe mori një faturë zgjedhore të caktuar. Dhe deri këtu jemi në normalitetin demokratik të rotacionit politik. Po, i faturë e rënda, besoj se ishit edhe distanca ishte e madhe, apo jo? Kjo faturë dhe kjo rotacion dhe kjo rezultat i papëlqyeshëm për Partinë Demokratike i vitit 2013 nuk mundet, e shpresoj këtu bie në një mendje, nuk mundet jetë justifikim që Edi Rama të merrte banditët dhe ish burgaxhin lart e poshtë në Shqipëri dhe t'i bënte deputet, e drejtor, e përgjegjës e gjithë në radhë. Këtu jemi në një terren tjetër. Ka fitore të mëdha, ka humbje të mëdha, ka rezultate të balancuara, të gjithë këto i një historia e demokracisë. Jo Shqipëria që ka kohë, po të lexojmë gjatë i gjejmë. Nuk flasim për këtë gjë. Flasim që në grupi ish burgaxhinëve, fraksioni ish burgaxhinëve, në grupin parlamentar socialist, nuk e di e ishte numerikisht dominues, po për nga influenca ishte dominues. Dhe influenca bëhet nga lidhjet që ka njëri dhe tjetri vertikalisht me shefin e madh. Prej disa prej tyre është distancuar Partia Socialiste, zoti Pollo. Po pra, po i thërret me bilbil sa herë që votohen ministrat. Megjithatë, të kalojmë pak te klima e sotme, sepse për të qenë sinqert, padia ndaj zotit Berisha nuk është se do ketë ndonjë vlerë të madhe juridike, se kështu ka ndodhur, ju edhe ju keni paditur disa herë eksponent lartë Partisë Socialiste, pra jemi më tepër në terrenin politik se sa ligjor. Por ky terren dhe kjo padi, a e përkeqëson klimën zoti Pollo në funksion të reformës në drejtësi, se Partia Socialiste ju ka akuzuar se me atë vendim 10 ditor ju po tentoni të gjeni çdo lloj preteksti për të mos shkuar në tryezë. Kjo padia sot me ndaj zotit Berisha, besoj që është qesharake se merr njëri seriozisht, sa që edhe zoti Berisha nuk ka reaguar. Mbase reagon, do të reagoj. Mbase reagon, do me thënë, po mbase dhe mendon në drejtën e tij që as ja vlen të reagoj për një taulant balla që shkon dhe çon letra dhe përmend emrin e zotit Berisha. Ajo është padije e PS-s, nuk është taulant ballës. Po, problemi është që edhe PS-ja është taulant ballizuar në masë ekstreme. Nuk e thonim këtë gjë para 3 vjetësh, po është nga njëherë kishim mendime të caktuara kur krahasonin PS-n dhe LSI-n. Por kështu siç është penetruar PS-ja nga bashkëudhëtarët e Edi Ramës, është një problem me ekzistencë edhe për vetë PS-n. Mund ta pëlqesh ose mos ta pëlqesh Blushin, po të vërtetat e tij nuk i mohon dot. Që ka një degradim, nuk janë vetëm të rinjtë e bashkisë, edhe punonjësit e bashkisë Edi Ramës që po marrin në drejtim PS-n. Janë një njerëz me një të kaluar të errët
që në mbulesë politike duan atë aktivitet zi që kanë kryer përpara të vazhdojnë të kryejnë me pandëshkueshmëri. Për shkak të mbulesës politike. Ti kthehemi klimën, sepse PS është një çështje që le të themi mund ta diskutojmë, por nuk është tema sot për zhvillimin brenda Partisë Socialiste. Kjo klimë pra, kjo padi e acaron më tej klimën dhe a do të padi kjo padi po merrem me padi çfarë çfarë ndodh me reformën në drejtësi zoti Pollo do mbarojnë mos gaboj ditën e mërkurë mbaron le të themi vendimi juaj për bojkot ndaj parlamentit. Jo, ditën e hënë jemi në parlament. Po, atë në shpushim po të martën. Të martën jeni në parlament. Duke çfarë ndodh? Do të shkoni të martën në komisionin e reformës në drejtësi? Nuk di që të ketë mbledhje të martën, nuk kam dëgjuar. Ka këtë javën o të martën të mërkurën ka mbledhje, zoti Xhafa e ka përmendur, kështu që nuk mbase e kanë caktuar datën, nuk jam dieni, por ne kthehemi në jetën parlamentare, në këtë parlament ashtu siç është, se do e durojmë, s'kemi ç'të bëjmë. Aty është edhe vendi i Partisë Demokratike, janë zgjedhësit e saj që kanë caktuar përfaqësuesit në këtë vend. Po. Natyrisht me problemet që ka ky parlament, edhe me problemet e shtuara që krijon mazhoranca për ditë. Por në fundit opozita fjalën ka dhe është një platformë e para për denoncuar zullumet e qeverisë dhe e dyta gradualisht, gjithmonë më shumë, për të prezantuar një vizion alternativ. Çka po bëhet nga partia, besoj e keni ndjekur dhe ju. Po, patjetër. Programi ekonomik sidomos e kanë ndjekur me vëmendje. Po edhe tek komisioni i reformës në drejtësi do ktheheni? Mendoj që po, aty nuk është se s'ka probleme, sepse është rënë dakord për disa gjëra të rëndësishme dhe duhet ato të formalizohen. Për pjesën tjetër ka akoma Komisioni i Venecias ka bërë një punë të jashtëzakonshme. E rrëzoi komplet draftin e Partisë Socialiste dhe dha linjat përgjithshme brenda të cilave mazhoranca e opozita duhet gjejnë kompromisin. Dhe kjo është e komplikuar, është e mira të bëj sidomos në pjesën antikorrupsion. Po. Është rënë dakord në linjat kryesore. Unë jam optimist i moderuar në këtë pikë për byron e hetimit dhe për prokurorinë speciale. Po. Si dhe për verifikimin e figurës së gjyqtarëve. Këto duan detajuar tani dhe shpresoj të jetë. Është pak më komplekse, po dhe aty me punë dhe me lëshime dyjanshme mund bie dakord për strukturën e re institucionale të tërë gjyqësorit. Në fakt edhe një raport i fundit besoj jeni në dieni i Euraliusit dhe Obdatit ka dhënë disa piketa për strukturat e reja që do të ngrihen duke dhënë një lloj konfirmimi për dakordsinë rreth këtyre strukturave dhe për faktin se 3/5 le të themi është një standard më së mjaftueshëm për të zgjedhur aktorët e rinj të sistemit të gjyqësorit. Si e gjykoni këtë qëndrim të Euraliusit dhe Obdatit dhe a do ta pranojë Partia Demokratike këtë arbitër të pavarur, le të themi? Mendoj që kur bëhet fjalë për institucione të reja, shqetësimi kryesor jo vetëm i Euraliusit, por edhe i Komisionit Venecias është evitimi i çimentimit të influencës politike. Po. Dhe për këtë në fazën që jemi kanë rekomanduar jo një shumicë të kontrolluar nga Edi Rama dhe Ilir Meta, por një formulë e cila eviton kapjen e gjyqësorit nga pushteti politik i ditës. Kjo është më rëndësishme dhe kanë dhënë formulat ndryshme që besoj do të diskutohen. Po, lajmi mirë është që do ktheheni pra javës tjetër në Tryezë. Domethënë, edhe ne në parlament kemi qenë. Domethënë, ishte një largim 6 javor, pikërisht për të detyruar atë që në çdo vend tjetër është normalitet, zbatimin e vendimit gjykatës kushtetuese. U dërguan për shqyrtim mandatet e 2 deputetëve. Mund të jetë një vendim që do i pëlqejë Partisë Demokratike, ose mund mos i pëlqejë Partisë Demokratike, por lufta u bë që ata dërgoheshin gjykatë kushtetuese, e cila është një institucion se gjithë institucionet e shtetit shqiptar, po herë ka marrë vendime të pëlqyeshme për opozitën dhe të papëlqyeshme për mazhorancën dhe herë vendime të llojit tjetër. Kështu që lufta nuk u bë për të hequr mandatin për ta nxjerrë Koçon jashtë parlamentit. Po. Ish bashkëpunëtari në televizionit tuaj. Okej. Detaj megjithatë mund ta thoni, s'ka problem. Faleminderit. Apo të tjerë, por për thënë që nëse shkelet ligji, qytetari, qoftë deputet, qoftë fshatar,
i një katundit humbur është i barabartë para ligjit. Ky është një parim i rëndësishëm i Republikës. Po. Edhe një parim i madh i komunitetit kombeve të qytetëruara. Dhe lufta u bë pikërisht që të shqyrtohet nga një gjykat nëse mund të jetë deputet ose nuk mund të jetë deputet. Nëse përfitimi nga fondet publike të detyron të lësh kuvendin apo jo. Kaq ishte e gjithë lufta. Nuk pranonte mazhoranca ta dërgonte me një rezistencë të çuditshme, kundërproduktive. Dhe arma e fundit, pasi mbaroi. Është e kaluar kjo situatë, ndaj mund të. E përmendet ju. Jo, e qartë, por. E përmendet ju, kjo ishte, kurse kjo pjesa tjetër, 10 ditë tjetër ishte. Po zoti Berisha, pra java në tjetër vend që është të merrte falenderime nga kryeministri si prokurori për denoncimin që i bëri Shullazit, u përjashtua me një votim ku ata mazhoranca ishte e paqartë vetë, për fjalën që tha që mbrohuni nga shullazizimi i shtetit. Okej, pra nuk ishte një pretekst për të qenë larg Truezës në drejtësi. Ky 10 ditë, për këtu e kisha pyetjen. Shikoni, reforma në drejtësi është shumë e rëndësishme dhe duhet bërë. Por ridikulizimi që i bën qeveria, duke përmendur reformën në drejtësi vend e pa vend, 3 herë para buke dhe 3 herë mbas buke, është vërtet i papranueshëm dhe e zhvlerëson reformën në drejtësi, të paktën verbalisht. Po. Sa herë që ka një kritik për një fakt të njohur botërisht, Rama ose ministrat e tij nuk merren me problemin që ata kanë shkaktuar dhe për cilin kritikohet. Po thotë, ejani të bëni reformën në drejtësi. Po. Edhe kur i thua që ore zullumin si e bët, që s'ka lidhje fare. Po marr të fundin tenderin e OSHE-s që kushton realisht 1 miliard lek dhe është paguar 7 miliard. Ky ishte denoncimi i fundit i bërë. Nuk t'i japin përgjigje që pse një gjë që kushton 1 lek është paguar 7 lek. Po thonë ejani bëni reformën drejtësi. Kur përmendet rasti i vllait të deputetit që votoi për Ramën dhe që është në burg tani. U kap në Holland. Arben Froku. Dhe përsëritet historia. Si për deputetin e Ramës që u fshe urdhri i arrestimit që vinte nga Belgjika, dhe këtu ka të dhëna të forta që po fshihet njoftimi që ka ardhur nga autoritetet e Hollandës, pikërisht për këtë person, i cili në fushatën zgjedhore është parë në Puk, në Edi Ramën, dhe kur i thua që po përsëritet e njëjta skemë, shpjegoni, nuk thon të vërtetën, që probabilisht është që kam fshehur kërkesën e autoriteteve hollandeze për të verifikuar të dhënat gjurmët e gishtrimeve. Është ky apo jo Arben Froku, ky që është kapur me tjetër identitet, e me tjera dokumenta. Në Holland, por thonë eja bëjnë reformën drejtësi. Sikur reforma në drejtësi dhe ligjet që do ndryshojnë do i bëjnë njerëzit ndërgjegjshëm për të zbatuar detyrën. Ju kujtohet rasti rasti Mark Frokut, jo kush e psoi. Domethënë, e mori një shef Interpoli i cili ka qenë drejtues në njësinë bashkiake numër 5 në Tiranë i Partisë Socialiste. Drejtori i përgjithshëm i policisë, që vetëm dha dorëheqjen dhe u gradua më lart diku tjetër, i cili ka qenë numëror në zgjedhjet për Partinë Socialiste. Ministri i Brendshëm, kryetari i Tiranës për Partinë Socialiste dhe kryeministri, kryetari i madh i Partisë Socialiste, këta ka fjetur 3 muaj. Urdhër arresti i Interpolit belg. Ju keni të gjithë drejtën e mundshme që ti diskutoni. Dhe këta bëjnë sikur nuk e di, unë kam të drejtën. Unë kam të drejtën. Po vërtet politika është aq e madhe që krahas këtyre problemeve të çojë dhe antarët në komision. Po të fillojmë të hënën ta thash atë. Të hënën ka pushim të martën. Unë po flas për tjetër gjë. Okej, dakor, e kuptova. Ministri dhe kryeministri kanë jo të drejtën. Jo vetëm drejtën, por edhe detyrën që t'japin sqarime. Si ndodhi që vjen urdhri për arrestim të një deputetit mazhorancës dhe kyçet zyrtar. Dhe zgjidhet vetëm me një dorëheqje dhe me një pseudo arrestim të 2 aktivistëve socialistë, pastaj policë në detyrë, nuk di të them si është faji njërit e tjetrit, dhe hesht si mumja edhe ministri i Brendshëm, Samir Tahiri, një lloj dhe shefi i tij. Është skandali më i madh, po të kishte ndodhur në qeveri të shkuar, do kishte dorëheqje, do kishte skandale, do qeveri. Dorëheqje nuk ka padur, nuk kemi padur. Në një skandal tillë është e pamundur. Përveç ministrit të kulturës që nuk po e përmend zoti Pango, nuk kemi padur dorëheqje edhe nga ana juaj
zoti Pollo, Po s'ka pas, do më thënë, në këtë vend shumë e vështirë dorëheqja. Dakor, kjo qëndron, por unë vë në raport jo dorëheqjen vetvete se dorëheqja dhe zgjedhjet e parakohshme duket sikur janë njeriu mund smurë dhe të lutem. Një skandal të këtilla dimensioneve nuk është se ka patur dhe të kalohet në heshtje. Këtu kemi anormalitetin që po avancon. Është, domethënë, shefat e policisë të fshehin urdhrin e arrestit nga Interpoli belg për një deputet mazhorancës, dhe kjo të zbulohet dhe të mos marrë përgjegjësi qoftë me një fjalë, ministri dhe kryeministri, kjo është e pazakonshme. Në rrethana tjera kjo patjetër që do çonte në një dorëheqje, do çonte në. Dhe këtu kemi përsëritjen para pak ditësh të rastit me të vllajin, i cili u dënua për vrasjen e një oficeri policie, oficerit lartë policie, dhe fluturon nga vendi pa gjurmë. Është arrestuar që në fillim të muajit mars, tani po hym në maj, dhe nuk është bërë asgjë. Dhe si mund një qytetar normal të mos dyshojë që po ata policë me urdhër politik apo me sfond personal politik nuk fshehin dokumentat, nuk fshehin kërkesën, nuk fshehin informacionin, nuk fshehin dhënat, nuk fshehin gjurmët e gishtin të atij personi, dhe vetëm në presionin e opozitës del i fundit që duhet ishte i pari. I fundit kujtohet, zgjohet nga gjumi Samir Tahiri dhe thot, bëni reformën drejtësi, thot, se ne e verifikuam këto 2 ditë. Që në 6 mars janë informacione që ka ndodhur arrestimi. Në fakt informacione që i ka zoti Berisha, madje duke të i kaluar dhe çdo gazetar, sado i talentuar që është në fushën e kronikës së zez, ka patur edhe një polemik, zoti Pollo, nuk e din, besoj, nuk është shumë e rëndësishme për mendimin tim, megjithatë, nga i ka zoti Berisha gjithë këto informacione? Nuk e di, ai thot qytetari digjital. Kur ta intervistoni mund ta pyesni. Kjo është një kopertur, po është akuzuar se shefi i shërbimit i jep informacione zotit Berisha dhe padyshim kjo do përbënte një shkelje ligji nëse do vërtetoj nga antarët Komisionit Sigurisë të PS-s. Ju e njihni zotin Ayazi Liga sepse keni bashkëpunuar me të. A mundet që të jetë kjo lloj shkelje, pra që ai të furnizojë me informacion ish kryeministrit? Unë mendoj që është shumë jo serioze nga deputet. Aq më tepër nga deputet Komisionit Sigurisë, i cili për një farë kohë ka qenë dhe streha e këtyre ish burgaxhinëve të grupit socialist. Të thonë një gjë të tillë pa patur asnjë provë. Edhe është e pandershme sepse janë 2 palë ndër cilat njëra që akuzohet nuk flet dot, nuk mbrohet për shkak natyrës së institucionit. Po. Nuk lipset prononcohet, dhe ky është një rregull botëror. Ndërkohë që këta tjerët flasin rehat me duar në xhepa para kamerave, dhe nuk janë në gjendje deklarojnë, tregojnë, dëshmojnë një provë që ta mbështesin atë. Se vetëm me supozime, me që shefi Shikut është emëruar para se Edi Rama të bëjë kryeministër dhe ky shpërnda ka informacione këtej dhe andej. Për më tepër që me sa di unë këtu futem në një fushë që nuk është se e njoh dhe aq mirë. Këto janë informacione që janë jashtë shërbimeve të zbulimit, të cilat kanë fushën e tyre të veprimtarisë, që ka të bëjë me ekstremizmin, rrezikun e sigurisë kombëtare. Këtu kemi të bëjmë me kriminalitet. Në qartë. Të zakonshëm. Të zakonshëm, do më thënë të ati graviteti, por që është informacion që shkëmbehet polici me polici, nuk shkëmbehet shërbim informativ me homologun e vetë. Prandaj them që dalin e flasin para qendet, dalin e flasin veresie, me duar në përgjepa, po nëse i gazetar si ju do i thoshte, "Mor zoti deputet, po mirë e theti." Jo, kanë kontrolluar ata zoti Pollo, po nuk na i kanë dhënë rezultatet e kontrollit, kanë kontrolluar, kanë gjetur përgjime madje edhe të kreut të shërbimit me liderët e opozitës së dieshme. Megjithatë nuk po kaloj deri aty sepse do të thoni që s'kemi prova. O zoti Deni, o zoti Minga, u tha një gjë konkrete. Dyshohet që informacioni për Arben Frokun te zoti Berisha ka ardhur nga Shiku. Si provohet kjo gjë? Lëre që është përgjuar 25 vjet apo 250 vjet, se këto janë historira me janë pralla me mbret. Po si mund ta thot një deputet, dhe pastaj të mos jetë në gjendje ta provojë dhe mos mendosh që është një alabak. Me gjithë respektin që kam për kolegët, domethënë nuk lëshohen fjalët kaq pa përgjegjësi. Okej, ju keni koment për lirimin e zotit Alushi apo nuk ju intereson si? Nuk e njoh si çështje. Okej. Dhe meqense falafsive të tuaja edhe si politikan i vjetër më keni ngrënë disa minuta sepse doja të fokusohesha
edhe tek Partia Demokratike, jemi në 6 minutat e fundit dhe besoj të jeni konciz në këto pyetje. Jeni transferuar nga Berati në Fier, në fakt qarku i Fierit është qark më i mirë, më i këndshëm, paktën edhe apo nuk është e vërtet? Më i vështirë ndoshta. Me kuptim në këndshëm. Është më i madh dhe influenca është më e madhe. Partia Demokratike hyn në një fazë riorganizimi që ka qenë e nevojshme. Nevoja për këtë riorganizim u shfaq edhe gjatë zgjedhjeve të fundit, pushtetit vendor edhe më vonë. Kështu që është një diçka që duhet bërë dhe duhet bërë mirë. Si çdo parti, nuk ka ndonjë gjë shumë të jashtëzakonshme. Unë jam deputet i Beratit dhe vazhdoj të jem deputet i Beratit dhe është një qark që më bën krenar kur e përfaqësoj. Por natyrisht edhe partia ka nevojat e veta të brendshme të organizimit të punës, kështu që s'është e thënë që një deputet punojë në qarkun e vet, mund punojë edhe në Shkodër ose në Kukës, bie fjala, apo në Elbasan. Madje zoti Basha e ka paraqitur si argument, kemi dashur të bëjmë një shpërndarje për te influencave të vjetra. Qëndron ky argument zoti? Nuk e kam dëgjuar, E ka thënë në një dalje pas mbledhjes që ka bërë dje me kryesinë. Sepse po ta shohësh, qëndron në këndvështrim zoti Bode nga Korça, ku gjithnjë ka qenë është transferuar në Berat, ka patur zoti Ristani nga Vlora ka shkuar në Shkodër, pikërisht zoti Noka nga Kuksi ka shkuar në Vlorë, pra ka një rishpërndarje që shkon në këtë logjik. Sipas jush, një tjetër element që vëre media është se janë kthyer ish-ministrat, përfshirë dhe ju. Ka patur një përplasje, le të themi, brezash në Partinë Demokratike, apo ka një përplasje brezash? Gjithmonë ka një përplasje brezash në çdo parti që evoluon. Është pa diskutueshme. Është fenomen quasi natyror. Por kriteri i rolit në një parti politike nuk është a priori vetëm mosha. Sepse ndër ata që mund t'i quash të vjetër, për arsye biologjike, pra për shkak ditëlindjes, mund të kesh njerëz që mund të kontribuojnë, siç mund të ketë tjerë që mund të mos jenë në pozicione për të kontribuar për arsye konkrete të tyre. Ashtu si dhe me të rinj, thjesht mosha e re po s'patë cilësitë, po s'patë kontribute për aq sa të ka lejuar ajo kohë të kontribosh, dhe po s'patë aftësi për të bërë detyrën tënde, nuk është e thënë të jetë automatike promovimi, thjesht për shkak të moshës. Ndërkohë që debati edhe fryet edhe zmadhohet, por thelbi i gjës është ai që është në çdo parti, që koha kalon dhe gradualisht bëhen ndryshimet. E mira është që të bëhet në mënyrën e duhur, duke u nisur jo nga kategori thjesht moshore apo kategorizime tjera, por duke i peshuar për secilin individ të gjitha këto gjëra për të bërë balancin e duhur. Dhe kam përshtypjen që Lulzim Basha po përpiqet ta bëjë këtë gjë. Po përpiqet të shkëputet dhe nga filozofia e zotit Berisha, e pa deklaruar disa javë më parë ose muaj më parë që modeli im është ndryshe nga modeli i zotit Berisha, por aksioni politik i tij është ndryshe sot nga ai i zotit Berisha? Mendoj që janë dy figurat ndryshme, mund të jenë personalisht afër njëri me tjetrin, por janë të moshave të ndryshme, të formimeve të ndryshme, kështu që edhe qasja që kanë, domethënë detyrimisht do jetë ndryshme. Edhe mënyra të folurit, edhe mënyra e argumentimit. Ndoshta edhe aksioni politik deri diku. Ka shumë gjëra tjera të përbashkëta dhe PD-ja është një parti me një histori jo të lehtë, që ka peshën e vet edhe ka dhe inercinë e vet. Kështu që edhe ndryshimi i kursit në një gjë ose në një tjetër do të bëhet me kujdes. E kam përshtypjen që kjo është ideja që prevalon. Ka që e pëlqejnë, ka që se pëlqejnë, po kështu është. Me që jemi edhe pak minuta, zoti Pollo, ka bërë përshtypje emri i zonjës Topalli në Shkodër, ajo nuk është më, por fakti që është zoti Ristani mos gaboj në Shkodër, çfarë do të thotë që nuk do të jetë më, se ka patur një konfuzion mediatik që këto emra do të kryesojnë edhe listën e deputetëve për 12 qarqet? Nuk është e thënë që këto emra detyrimisht do kryesojnë listën e deputetëve. Po nuk përjashtohet? Asgjë nuk përjashtohet, ky është një vendim që do merret ditën tjetër. Por për nevojat e riorganizimit të partisë, që shpjegova pak më parë, ngrihen grupet sipas qarqeve dhe kështu ka qenë gjithmonë, nuk ka ndonjë. Dhe pastaj janë jo si mënyrë pune me grupe, edhe çdo parti me grupe pune funksionon, mund t'i quajmë me emër tjetër, dhe pastaj brenda qarkut ka disa rrjedhë të caktohen të tjerë,
ka një piramid në çdo qark që merret me këtë gjë dhe delegohen 12 shefa, si thua, që bashkë me të tjerë i futen kësaj pune. Dhe Arben Risani, sekretari i përgjithshëm, që është normale të shkojë në një qark të madh, ishte në Florë, shkon në Shkodër. Është edhe mirë kur një bazën e partisë, jo vetëm në një qark caktuar, po edhe në të tjera, një gjithë Shqipërinë. Mora shembullin me që e përmendet. Dhe kjo është, por kjo punë duhet mbaroj para pushimit të verës. E tillë është detyra, i tillë është udhëzimi. Kështu që nuk mund thuhet detyrimisht lidhet me fushatën e vitit arshëm. Mundet po në ca vende, mundet jo ca vende tjera. Po këto janë vendime që po jo për zotin Pollo, lidhet qarku i Firit, se është një qark tradicionalisht i majt, keni rival Gramoz Ruçin në atë qark. E njëjta gjë është sfidë interesante, po e njëjta gjë vlen. Domethënë qarku i Fierit domethënë në këto 25 vite më së shumti ka votuar majtës, po kjo është një sfidë e bukur për të krijuar raporte të tjera atje. Ashtu si dhe Beratin. Beratin nuk ka qenë hiq disa qendra urbane të caktuara, popullsia në fshat ka qenë relativisht majtës. Pra sfida është e ngjashme. Por ka patur momente të caktuara që votat janë bërë barabar, ose PD-ja mund të ketë kaluar në një avantazh lehtë. Pra nuk ka, dhe 25 vite më vonë kjo është që do ndodhi, jo për PD-n apo për çdo forcë politike. Ka patur ngulime të qarta elektorale në krahinat e caktuara. Elektorati evoluon edhe ai dhe krijon një qasje më fleksibël. Dhe nëse shikon që premtimet Edi Rama nuk e ka mbajtur, dhe që ka bërë situatën ekonomike edhe të sigurisë publike, për fat keq për situatën ekonomike nuk arrin të flasim. Dhe jetën e njerëzve ka bërë shumë më keq, atëherë edhe një socialist i thekur nuk ndihet më entuziast të votojë për Partinë Socialiste. Mund mos ja japi votën PD-s, po rrezik nuk shkon fare në votim. Megjithatë, më pëlqeu batuta jo e fundit, do jetë një garë e bukur mes jush dhe zotit Ruçi. Le ta mbyllim me këtë batutë. Ishte kënaqësi që ju kisha në studio, zoti Pollo. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të 45 minutave, do të ritakohemi sërish së bashku ditën e martë, sërish me 45 minuta, deri atëherë bashkë nga unë Denis Mingar, natën e mirë dhe mirupafshim.